Se unë kur kam dalë e pafajshme, mediat nuk kanë shkrujt më atë shumë. Ju keni qenë thashtë të pare që më keni ftu. Por falë zotit që gjykata dhe organet e drejtësisë e kanë tregu pafajsin time dhe normal unë kam luftu për me ardhë në qëto karika, për me tregu një Iqballi çfarë është pa para gjykime. Pa para gjykime, sepse normal populli jonë i ka dy vese më të këqija, e ato kanë para gjykimet shumë të mëdha, se jemi popull i vogël, dhe nuk e çmojnë diversitetin. Ju duhet me çmu që Iqballi është më ndryshe. E jo me fut një nan, një grua intelektuale, një gjyshe besa, një vjehër që hyrja ime në burg ka shkaktu edhe 2 shkurorzime në familjen time, po ato i kam thënë, do t'i thëmë gjykat, që pa drejtësi që më janë bo mu si figur, veç se i kam pas shamin, kanë shkaktu që burim sot jetë me Parkinson edhe me investimet e tia shumë të mëdha që ka bo në ato kontributin pensional, sot e merë 150 euro, se kam shele edhe firmën se është i smut. Do më thënë që to janë pa drejtësi që i bohën një personit që mendon më ndryshe,